Kanë formuar bindjen demokratike. Po pse kanë formuar unë bindjen demokratike se ka formuar Saliu? Pse? Ma thoni pak, si e formova unë bindjen demokratike me Astrid Patozin dhe nuk e formoj Saliu? Ku ndryshon Astrid Patozi nga Saliu? Në një pikë vetëm. Ose më sakt nga Luli. Në një pikë vetëm. Luli, bashkë me Saliun, merrnin pjesë në aferat e mëdha të qeverisë. Astridi vinte këtu i bënte avokatin me dur në xhepa, pa qenë asnjëherë në pushtet. Vetëm këtu dyshoj. Astrid Patozin e ka futur Saliu në zgjedhje. Jo unë. Një çun për rrugë, një çun për zgjedhje, pastaj të shohin ku dali. Dhe mirë qoqëm me Partinë Demokratike, tani ne u dasha të krijojmë dhe një tjetër bindje demokratike. Për çfarë ta krijojmë? Pak hoqëm me ata? E krijuam ne. Ku dola unë? Si dola unë që pas kam nxitur zonjën Hajdari, mos ikë nga parlamenti, as e kam takuar asnjëherë. Deri më sot. E kam parë vetëm në distancën nga Karrija deri atje dhe s'kam komunikuar në asnjë formë me të, por, më fali zonja Hajdari, po unë në këtë rast po bëj avokatin e vetes time, jo se kam diçka me ju. Me zonjën Hajdari bëjnë të njëjtën gjë që bën me tjatin e zonjës Hajdari sa herë ju dilte ndesh. Kjo është historia që përsëritet. Dhe njerëzit pa kujtesë, që janë kryesisht, më falë në shlyp, demokrat, sepse ju jeni njerëz pa kujtesë, dakor se ju e keni çfarë thot Baca, ashtu është. Dhe jo çfarë thot dje Baca, çfarë thot sot. E harrojnë se çfarë i ka punuar Baca Azem Hajdarit, kur Azem Hajdari i dilte kund. Dhe tani e përsëritin me të bien, po tani e ka fajin prap e dira.